që qeveria po bën përpjekje për të devijuar korridorin 8 në tendencë që edhe të pengoj realizimin dhe të devijoj qëllimin edhe idenë e korridorit 8, duke vazhduar që t'ja bashkangjisë edhe këtë segment të autostradave, të cilët janë ndërtuar më herët, por edhe që ndërtohen tani, përsëri korridori 10 dhe orientimin përsëri të kësaj autostrade geopolitike dhe geostrategjike, vështirave edhe ekonomike, drejt linjës Serbi-Greqi, dhe jo bashkimin e detit të zi me detin Adriatik, që është interes geopolitik edhe i NATO-s, pjesës e cilës edhe Maqedonia e Veriut është antare e plotfuqishme e saj. Ata që paralajmërova, fatkeqësisht e dëgjuam edhe nga goja e kryeministrit, duke paralajmëruar mos realizimin e segmentit nga Struga në Qafan. Të arsyetuar këta me gjoja pengesat të cilët janë shfaq në lidhje me mbrojtjen e zonës së liçenit të Ohrit nga ana e UNESCO-s. Këto janë vetëm arsyetime boshe dhe banale, të cilët nuk kanë të bëjnë me realitetin. Në qoftë se duhet flasim për UNESCO-n, ne do të flasim për objektet paleje të cilët janë me mira në liçenin e Ohrit, në qytetin e Ohrit dhe Strugës. Në qoftë se duhet flasim për zonën e UNESCO-s, ku në kontekst më tepër vendohet Struga se sa Ohri, duhet thënë një vërtet që korridori 8 nga Trebenishta dhe deri në Qafan, në gjithë këtë trajektore, nga liçeni i Ohrit është mos paku në linjë ajrore larg 1 kilometër. E në qoftë se flasim për segmentin e autostradës Kërçov-Ohër dhe Ohrin, ky segment, kjo linjë ajrore e afërsisë së autostradës me liçenin e Ohrit, ka vende në të cilën kjo distancë nuk është as edhe 10 metra. Apo. Kështu që është e qartë, është vazhdimsi e një politik bërje të smunë. Është një vazhdimsi e një politik bërje që vjen kufi dhe që të gishtat pastaj ja drejton shqiptarve që duan kufi. Ashtu si vendohen kufi ndaj shqiptarve me të drejtën e shkollimit, ashtu po na vizatohen kufi edhe me projektet infrastrukturore. E thash në paraqitjen tjetër, që gjatë tyre 20 viteve autostradat dhe rrugët tek në Maqedoninë Perëndimore kanë qenë vetëm premtime elektorale, ndërsa realizimet e autostradave dhe rrugëve ekspres kanë qenë vetëm në Maqedoninë Lindore. Janë diku 75 kilometra të ndërtuara në Maqedoninë Lindore, segmenti Miladinov si Shtip e shumë edhe segmentet të tjera, po diku rreth 75 kilometra, ndërsa të gjithë projektet tjera kanë ngelur vetëm në letër. Autostrada ose lidhja e Prizrenit me Tetovën shërben vetëm si manipulim elektoral dhe festa me tupana për gjoja hapjen e një tuneli dhe bashkimin e këtij segmenti të rëndësishëm rrugor, dhe gjatë kohës kur duhen realizuar, jemi një dëshmitar që nuk po bëhet asgjë dhe ngelet vetëm në letër. Është mentalitet i trashëguar ndër vite dhe unë jam këtu edhe për të rikujtuar opinionin. Në momentin e parë që u bë devijimi i korridorit 8, që ishte skandaloze dhe për cilën unë kam reaguar edhe asa kohë, është projektimi autostradës Kërçov-Ohër me financim nga Kina, duhet theksuar, apo, dhe jo rastisht, në të cilën aso kohë u devijua prap segmenti
Trebenish-Struk dhe u deviju koridori 8 në drejtim të Ohrit. Është mentalitet dhe logjik e Nikola Gruevskit dhe kjo sot që po ndodh s'është asgjë tjetër vetëm se vazhdimsi e këtij mentaliteti dhe kësaj logjike. Aso kohë Nikola Gruevski me BDI-n dhe sot Mickovski vazhdon të njëjtën me po të njëjtin mendësi politike për devijuar një koridor kaq të rëndësishëm. Prandaj bëj apel që mos fshihen përpara këtyre arsyetimeve boshe, sepse realisht nuk bëhet fjalë për faktin që po e pengon ka UNESCO-ja, aq më tepër që qem dëshmitare dhe të pyetjeve për deputet, se sa i shqetësu ministri i transportit, sepse dikush po shkon dhe po e paraqet Ohrin për shkak të realizimit të këtyre punimeve në segmentin e autostradës në Ohër, ndërsa po njëjta qeveri e përdor vetëm si argument, e përdor vetëm si pretekst që të mos bëj investimin e segmentit Trebenish-Qafthan, një segment i cili është i rëndësishëm. Me fjalë të tjera, nëse shihni se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve, do ta shihni se po përbëhen përpjekje maksimale që të pengohet lidhja me infrastrukturë rrugore, me Kosovën, me Shqipërinë, edhe kur këto segmente rrugore janë interes shumë më i gjerë se sa vetëm i Maqedonisë edhe i vendeve fqinje, por janë interes edhe gjeopolitik i NATO-s. I bëj thirrje vendeve të NATO-s, i bëj thirrje përfaqësuesve të korit diplomatik të vendeve perëndimore që të ndërhyjnë në mënyrë që segmenti i koridorit 8 mos devijoj në asnjë pikë të saj dhe ky koridor të jetësohet sa më shpejt dhe mos ngelet vetëm premtim dhe diçka e shkruar në letër dhe pretekste pastaj mbrapa të cilët gjihen në mënyrë që të devijohet dhe të bashkangjitet koridori 10, ky segment rrugësh i cili po bëhet, duke e lidhur Ohrin me Manastirin me Prilepin, dhe kjo është në plani dhe ideja të cilën po e shtyn përpara qeveria e Maqedonisë së Veriut. Faktorit politik shqiptar në qeveri, po i rikujtoj edhe një herë, nuk jeni aty për nevoja personale e familjare, nuk jeni aty për koltuqe, por jeni aty për të mbrojt interesat strategjike të cilët i kemi të përcaktuar edhe si shoqëri edhe si shtet, dhe nuk duhet lejoni që të devijohet nga këto interesa strategjike, sepse ndryshe nuk bëni gjë tjetër vetëm se goditni direkt mirëqenien, stabilitetin, paqen dhe rehatin e qytetarëve. Prandaj duhet bëjnë presion politik, sepse prandaj janë aty në qoftë se pretendojnë se përfaqësojnë shqiptarët. Ndryshe, në qoftë se nuk përfaqësojnë shqiptarët dhe në qoftë se nuk përfaqësojnë interesat edhe të aleatëve tonë, atëherë unë pres që ato të reagojnë dhe mos devijohet asnjë centimetër dhe sa më shpejt të nise edhe puna për ndërtimin e autostradës Struk-Qafthan. Në dimenzionin lokal, Struga asesis duhet ngel zorqore, ashtu si që janë projektuar edhe shumë qytete tjera që të ngelin zora qore me qëllim largimin e popullatës, por Struga duhet përfshihet edhe me autostrad, edhe me projekte infrastrukturore, edhe me zhvillim turizmi në mënyrë që të marrë rëndësinë që ka si një zonë turistike ndër të vetmet ose ndër të paktat këtu
në Maqedoninë e Veriut. Ne mund të flasim edhe për shumë gjëra tjera, për atë se kush e ka rrezikuar largimin nga mbrojtja UNESCO-s të liçenit të Ohrit, dhe përgjigjen e keni vetëm një dhe një. Opinioni e din, kush e solli Subratarojnë, opinioni e din, kush e solli vendimin e plazheve me koncesion, dhe opinioni e din se kush bëri që ato plazhe, ato koncesione sot e kësaj dite, edhe pse afatin e kishin deri në vitin 2015, sot e kësaj dite të jenë aty. Kështu që UNESCO nuk e rrezikon autostrada, UNESCO e rrezikojnë objektet pranë liçenit duke mos respektuar kriteri UNESCO-s që mos ketë ndërtime 50 metra nga niveli maksimal i liçenit të Ohrit. UNESCO e rrezikojnë platformat të cilët janë të ndërtuara në liçen brenda dhe brenda liçenit. UNESCO e rrezikojnë këto objekte pa leje, të cilët kemi pas fatin që deri tani nuk na ka ndodhur një tragjedi si e Koçanit, ndërsa janë po të njëjtat objekte me simbolikat që kishte edhe objekti që prodhoi tragjedin e Koçanit. Prandaj, në lot krokodilli nga ana e qeverisë nuk kemi të nevojshme kur ndodhin tragjedit, por duhet, në qoftë se duan të ndërtojnë sistem të drejtë dhe në shërbim të qytetarëve, duhet të ndërtojnë standarde dhe kritere dhe të veprojë qeveria në mënyrë që të hiqen objektet pa leje të cilët rrezikojnë UNESCO. Autostrada, përkundrazi, e pasuron akoma më tepër dhe e bën një zonë akoma më me standarde sa i përket UNESCO-s. Ju falenderoj.